Mikpritja në Koqërllëku në lindjen e mesme, me që se po flasim për botën arabe, është një traditë shumë e trasuar shumë mirë. Do me thonë, arabët edhe para periudhës islame kanë pas një traditë të mikpritjes, nuk mohohet, do me thonë edhe dimi prej historisë islame, por, si që dim, do me thonë, islami ka promovu dhe ka pranu, ka mbështet ose ka marrë atë traditë e cila ka qene pozitive, e ka forcu edhe më shumë në kuadër të komunitetit. Për këtë arsye, mendoj që tek një Koqërllëku, tek mikpritja, arabët me të vërtet ja kalojnë shumë vendeve të botës në përgjithësi. Kjo e kom përjetu edhe vetë, po e kemi përjetu edhe si politikan, por edhe në raportet të ndryshme, kam vrejt edhe në për organizimin dhe konferencave të ndryshme, po e vrejnë është ajo pozitive që edhe mungesa e politikanëve tonë për të vizituar vendet të ndryshme të lindjes në përgjithësi, po edhe të lindjes së mesme në veçanti, pas fillimit të disa ndërtimit të disa raporteve, pas shpalljes pavarësisë Kosovës dhe kërkimin të njohjes Kosovës nga disa vende, ka pas hezitime për politikës kosovare për me dalë në atë pjesë të botës, por pas i kanë dalë, është ndryshu komplet perceptimi. Do me thonë, duke fillu prej deputetëve. Ka ekzistu një lloj paragjykimi? Ka pas paragjykime, gjithërë. Do me thonë, se kanë pas ide as çka ndodh atje. Do me thonë, kur flasëm ne nga njerë, shumë pa drejtësisht e marrëm këtë fjallën bota e tretë, kur flasëm për disa vendeve të lindjes mesme dhe realisht fëmijët tonë rritën me atë perceptim dhe kur shkojnë atje për vizit, pastaj habiten se nëse këto vendet të lindjes mesme, sidomos të vendeve të Gjirit, ku dhe kam shërby në 2 vende si shefi misionit, shofim nëse këto vend janë bota e tretë, atëherë vendi jonë është bota e 13. Dhe më thonë, si jemi kërkun ofër atyre zhvillimeve të cilat ata i kanë. Pozitive kemi rastin, për shembull, rastin e fundit presidentës që ka bërë disa vizita edhe në lindjen e mesme, duke përfshi edhe shtetin e Katarit që ishte vitin e kaluar, tash edhe në vizitat e sajna në Azinë e Largët. Do me thonë, pushifet mikpritja dhe kjo e ndryshon edhe perceptimin edhe gabimin në hapave në politikë.